A dojnë me qunë finale si vjetë një Kosovar? Si pas neve, ka meritu me fitu mbretëresha e piteve Gjulje. Po, si shtojnë ata vëllëzëritan nga Shqipëria, te me mbyllur kjo lali. A e dini që i bohen 180 dit izolim nësë shkon në finale. A me nëni që peshojnë gjestin në finale, ose mos t'ja marrojnë a i farkullashi kingut. Pra miq të dashur, mirë se po takohemi, se nuk jemi pa moti, s'kena folj moti. Big Brother VIP Albanias e ardhë fundi, e që shqyqër zotit që ke gjesti, hini dikur gjesti, se për bes nuk i kish këshyr kosh. Me një fjallë, pra e ka mojt gjallat shpi. A dojnë me qunë finale si vjetë një Kosovar? Ose edhe ma mirë, a dojnë me fitu si vjetë një Kosovar? Ky është pra edicioni i 4 i Big Brother VIP Albanias, e që asnjë herë nuk e ka fitu një Kosovar. E për këshyrim kësi herë a fiton një Kosovar, e që tybe që besa po shkon edhe në finale, se hiq nuk i dihet. Edhe pse kemi dekën, këta Shqipnis neve na e bojnë pak me hile. Dyqysh a ke po gjithë na dhem zemra. Për shembull, në edicionin e parë të Big Brother VIP Kosovës, e ka fitu dikush i Shqipnis, pra e ka fitu stresi. Ani pse kemi dekën, nuk e ka meritu me fitu. Si pas neve, ka meritu me fitu ose vedati i stupcave, ose mbretëresha e piteve Gjulje. Po, si shtojnë ata vëllëzëritan nga Shqipëria, te me mbyllur kjo lali. Pra, kthehemi të fenomeni jonë, pra dhe njëherë të gjesti, e që me hyrën e gjestit në Big Brother VIP Albania, u kthy atmosfera, u kthy hareja, u ndedh shtëpia, u dridh shtëpia, erdhën zarfa të zi, emocione, lot ka pas bajagi se shumë, e mbi të gjitha dhe dashuri, pse jo. E që valla ka mdoke që nuk jën ka dojnë mi adhon hakun djallit. Qysh është ajo, kia i natin, po hakun jepja. E pra, deri me tani Rozana dhe Lairti janë gjysmë finalistat e parë, e që të shtunen, pra kanë më zgjedhë edhe 2 finalistat e tjerë, që kanë ju bashkangjit grupit të Rozanës dhe të Lairtit. E që deri me tani, pra televotimi vetë se është i hapur për Gjestin, për Egljen, për Gertën, për Danjën dhe për Jozin. E që se di pse jëm të menu, unë e tash me këtu me të mija, me sa ko mujt me analizu, po menoj dyqysh që nuk kanë me qu Gjestin në finale, nuk kanë me qu Gertën, nuk kanë me qu Eglin, po kanë me qu Jozin edhe Danjën. Tu e pas parasysh që çdo vit është një bjëndin që aty që nuk ka bo kur gjë, po e qojnë finale që aty dyqysh. Apëtin hajtë sa më dok që një eliminim ma i shpejt dyqysh. Apëtin me hek që kjo s'ka bo sem, po në finale ka arrit. Kështu që qapëm në një, apo shkën Kingu në finale, edhe pse jo, apo fiton, ani pse edhe nëse fiton, maza ma keq dhe gjysën e merë. Komentoni edhe kallzoni, apo shkon Gjesti në finale, ose apo e fiton. Nëse ju Gjesti atëherë kush sipas jush.